Ilaçi I pikëllimit. Një grua në rëfen për jetën e saj dhe thot: kur buri ndroi jetë, unë mbeta e vetme me 5 fëmijë. Bota më arsua, qaja çdo ditë. Shpirti më ngushtua dhe dëshiroja vdekjen se sa t'jetoja në atë gjendje. Më kapluan brengat më dha. Fëmijët I kisha të vegjël dhe nuk kishim mundësi ekonomike. Ato pak të holla që bashkëshorti kishte lënë u shpenzuan për rritjen e fëmijëve. Ndërkohë, një ditë isha në dhomën time dhe po dëgjoja një ligjërat ku thuhej se profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush bie istikfar, kërkim falje, pa ndërprerje, Allahu do t'ja mënjanoj çdo breng, do t'i jap rrugdalje nga çdo situatë dhe do ta furnizoj nga nuk shpreson. Pas kësaj fillova të bëj istikfar, kërkim falje shpesh. Dhe po ashtu I këshillova fëmijët të përmendin Zotin. Nuk kaluan 6 muaj. Filluan të bëhen planifikimet projekteve mbi disa prona tona të vjetra dhe begatia u rikthyen. Djali im u bë më I miri nxënës në rajon dhe mësoi Kur'anin përmendesh. Shtëpia filloi të mbushet me mirësi dhe filluam të jetojmë në lumturi. Sunduesi I botrave thot në Kur'an: e u thash, kërkoni falje nga Zoti juaj, I cili është falës I madh, që ai t'ju dërgoi shi të bollshëm, t'ju shtoi pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëj për ju kopshte e lumej. O Zot, na largo çdo breng dhe sprov. Amin.